Në momentin që vjen dikush me të lyp halal, realisht njeri kur lyp halal, kur lyp falje, është i thym, është i gjunjizum. Tash mos e nxjerrti kam gjikun me re edhe pak që ka ardhur me lyp falje. Po bëu atë zemër xherë edhe trajtoi njerëzit ashtu sikur se ka qenë Abu Bekri kur ai kushëriri i tij Mistahu kur ka fol për Aishën radhiyallahu anha ka fol keq. A realisht Abu Bekri po e man financiarisht, po i ndihmon, ai ka qenë fukara. Edhe kur po dëgjon se ai pas ka fol për Aishën, tha kur mos kam i ndihmu. Allahu lëshoi ajete për këtë punë, në surën Nur, ajete që tha mos të betohen bamirësit për juve që nuk do të ndihmojnë të afërmve dhe fukarave. Felyafu wal yasfahu. Le të ndjejnë edhe le të i kalojnë. Mos e majnë mend. Ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. A nuk keni dëshirë që Zoti t'ju falë? Ebu Bekri kur e dëgjoi këta i tha, o Allah, çysh s'kam qefti mu me më falë. Edhe u kthy atij i tha, po të falja, ai pa i lyp falje hiç, edhe vazhdoi me i ndihmu akoma, edhe pse dorën zemër ja kishte lëndu zemrën. Tashni gjithmonë gjejmë pretekste me thonë, po ama se dim ti çfarë plagë më ka shkaktuar në zemër, po sikur të mos kishte shkaktuar plagën në zemër. Atë çfarë arsye do të kishte ai me të kërku falje? S'ka arsye, na sikur të mos kishim gabuar, as Zoti s'do t'i kërkonim falje. Mirë po gabon njëri dhe për atë arsye kërkon falje, ti thuaj jam i lëndum, po pikërisht që tu qëndron burrnia që kur je i lëndum me e falë dhe me ndje vllajën tënd.